Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të rënda të DVP Vlorë arrestuan në flagrancë për veprën penale plagosje e rëndë me dashje shtetasin GP, 41 vjeç, banues në Sarand, pasi dje, gjatë një konflikti për motive të dobta, ka goditur me grushte dhe me sende të forta shtetasin GM, 48 vjeç, banues në Konispol, i cili po merr mjekim në spitalin e traumës. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vlorë referuan materiale në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit LK, 49 vjeç dhe ZQ, 40 vjeç, të dy banues në Vlorë, pasi janë konfliktuar fizikisht me njëri tjetrin për motive të dobta. AG, 65 vjeç, pasi ka kryer punime ndërtimi pa leje. Specialistët e stacionit të policisë Selenicë referuan materiale në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin SSH, 31 vjeç, banues në Selenicë, pasi dyshohet se për motive të dobta ka goditur me shkop druri shtetasin NK, 59 vjeç, banues në të njëjtin fshat. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Himar referuan materialet në prokurori, pasi ka kallzuar shtetasi SK, 64 vjeç, banues në Vlorë, se në muajin janar i ka humbur arma e gjaut që e kishte me leje. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Delvin referuan materiale në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin AS, 53 vjeç, banues në Delvin, pasi për motive të dobta ka goditur me grushte shtetasin MB, 52 vjeç, banues në Greqi. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Sarand referuan materiale në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit PP, 57 vjeç, banues në Sarand dhe MP, 55 vjeçe, banuese në Ksamil, pasi kanë kryer punime ndërtimi pa leje. ESH, 71 vjeç, banues në Sarand dhe M, 40 vjeç, banues në Tiranë, pasi janë konstatuar duke kryer punime ndërtimi në një rezort pa leje. AM, 59 vjeç dhe AM, 46 vjeç, të dy banues në Sarand, pasi dyshohet se në bashkëpunim me dy shtetas të tjerë ende të pa identifikuar, janë konfliktuar me shtetasin GP, 45 vjeç, banues në Sarand, për motive të dobta. Punohet për identifikimin e dy shtetasve të tjerë të përfshirë në këtë konflikt dhe për dokumentimin e rrethanave të rastit. Materialet procedurale u referuan prokurorisë së Vlorës dhe të Sarandës për veprime të mëtejshme.